E përmendëm dhe në vdekjen e Ebu Bekrit se Ebu Bekri do të ishte ai i cili propozon emrin e Umerit radhiyallahu anhu. Fillimisht konsultohet me Abdurrahman ibn Aufin, një ndër 10 përgëzuarit me xhennet, konsultohet me Uthman ibn Affanin, një ndër 10 përgëzuarit me xhennet, konsultohet me Usaid ibn Hudayr dhe del në konkluzionin ato që mendonte pikërisht për Ebu Bekri, për Umerin, që ai meriton të jetë pasardhësi i Ebu Bekrit. Normalisht që Umeri e ka refuzuar me të fortë diçka të tillë, por nuk u pranua diçka e tillë nga Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Ndron jetë Ebu Bekri, Uthman ibn Affan i lexon vasijetin, testamentin e Ebu Bekrit, që ngarkon pikërisht Umerin radhiyallahu anhu për të qenë khalif ose prijes i besimtarëve. Fjala e parë e Umar ibn al-Khattabit. Dhe nga këtu ti merr se kush do të ishte ky zotnin pushtet. Umar ibn al-Khattabi, domethënë fjalimi i parë dhe gjithmonë ka pas qenë majt domethënë në xhami. Në xhami. Pra i pari i vendit ishte fjalimin e tij, jo të parë, po për xhumë edhe vazhdimisht, vetëm kur ngarkonte ai dikë, fjalimet ishin të tija në xhami. Dhe mban fjalimin e tij të parë. Pra kuptohet që hutbja nuk është vetëm hutbja e xumas, ose hutbja e bajrameve që jemi mësuar ne, ose hutbja e namazit e eklipsit, ka hutbe plot. Ndaj një prej këtyre hutbeve, domethënë ose fjalimeve, ishte edhe fjalimi i parë i zgjedhjes së Omerit radhiyallahu anhu. Shikoni të nderuarit e mi se si e nis. Pasi falenderon Allahun dhe çon salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam, dërgon atë që quhet at-taraddi ose lutet për rizan e Allahut për Ebu Bekrin, nis dhe thot: juve ju ka sprovu Allahu me mu dhe mu më ka sprovu Allahu me ju. Nga këtu domethënë ta ka dhënë komplet vizion se kush do të jetë ky zotni. Pra ju jeni të sprovuar me mua, por unë jam i sprovuar me ju.